Mirë, me mua në program bashkohet gazetari Ardit Rada nga javanews.al. Ardit, mirëmbrëma, është kënaqësi që je me mua drejt për drejt në ora e fundit. Kënaqësia është e imja. Ardit, po e nis bisedën me ty me një pyetje të drejt për drejt. Çfarë arritet ti të lexosh apo të kuptosh ditën e sotme në retorikën politike, si të kryeministrit Rama, ashtu edhe të opozitës në kuvend? Praktikisht debati parlamentar që tentoi sot zhvillon të opozita nuk provoi asgjë të re përveç akuzave të vjetra dhe të përsëritura që kemi dëgjuar nga pala e Partisë Demokratike dhe sigurisht pati një tentativë për ta bllokuar këtë certifikimin e pjesëmarrjes Shqipërisë në bordin e paqes përmes artificave dhe përmes pretendimeve se shkelet kushtetuta apo se janë anashkaluar afatet e parashikuara. Nga ana tjetër, kjo ndodhi ose opozita nuk e kupton rëndësinë e çështjes dhe ose nuk e kupton që ne s'mund të themi Amerikës prisni dhe pak sa të na kalojnë neve afatet se kështu kërkon gazmet bardhi, por është një përpjekje për t'ia vërtetësuar Edi Ramës rrugën drejt shtëpisë bardh në emër të sovranitetit dhe në emër të kushtetutës. Pra, me demek është ajo fabula e vjetër që e kemi dëgjuar që kur diskutohej votimi i reformës drejtësi, se Partia Demokratike bëhet shumë merak për sovranitetin edhe për parimet kushtetuese të Shqipërisë, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë treguar se janë mbi 100 vjet garante të demokracisë në Shqipëri edhe nuk i kanë dalur përpjekjet e tyre pikërisht për këtë demokraci në një farë mënyre që sot gëzon edhe Sali Berisha edhe Gazmend Bardhi edhe që ju dhanë mundësinë atyre të jenë atje ku janë. Dhe ana tjetër është një përpjekje duke shfrytzuar mungesën e ambasadorit amerikan në Shqipëri, pra prezencën direkte të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, sepse nëse do të kishim një diplomat të nivelit të ambasadorit nga Washingtoni në Tiranë këto 3 vite, marrëdhëniet do ishin ndryshe, situata do ishte ndryshe, mesazhet e Washingtonit do të ishin më të qarta dhe ne do ta kishim akoma edhe më të lehtë për të dalluar realisht se çfarë synon opozita me qëndrimet e saj të pengojë apo të ndihmojë demokracinë në Shqipëri. Nga Rama Duro, tha sot kryeministri Rama në kuvend, por Ardit, çfarë ndodh tashmë me ato paralajmërimet e opozitës? Njerë non grata ka rënë, pastaj më pas Rama do arrestohet si Maduro, më pas Rama nuk shkon dot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po tani çfarë do gjej Berisha? Dëgjoj, Berisha vetë pak minuta më parë ka mohuar se ka thënë ndonjëherë që Rama do të merret si Maduro. Do të thotë që është një tërheqje taktike, ja ka faturuar njerëzve pranë Partisë Demokratike këto deklarata, por vetë personalisht ka hequr dorë edhe është distancuar nga kjo retorikë. Unë di t'ju them për ata që nuk e mbajnë mend, vetëm një rast është diskutuar se Amerika mund të merrte dikë me helikopter në Shqipëri. Ai rast ka qenë në vitin 1998 në shtator, kur Sali Berisha mori tanket dhe i vuri para Partisë Demokratike atje ku ka qenë Partia Demokratike dikur, dhe vizita e zyrtarëve amerikanë në zyrën e tij më pas u zbardh dhe tanket u larguan 10 minuta mbasi hyrën amerikanët në selinë e PD-s. Dhe vetëm një herë ka ndodhur një kërcënim i tillë, kur i kanë thënë personalisht Sali Berishës në zyrë se nëse nuk largon tanket dhe nëse vijon këtë marrëzinë e 14 shtatorit, do përfundon si Manuel Noriega në Panama.
Tani këtë fabul e di gjithë Shqipëria, që vetëm për Berishën është diskutuar që do ta merrte Amerika si Noriega. Me qenë se në 2025 Amerika mori dhe Maduro, tani këta përpiqen të krijojnë të skenarin e ri. Unë nuk di që një president i cili nga njëra anë sjell vajzën dhe dhëndrin e tij në Shqipëri, të investojnë dhe e mbështet si thua vizitën e tyre, ajsa e toleron këtë kryeministri mos marri pjesë në Davos, por të shoqëroj familjen e tij nëpër Shqipëri. Nga ana tjetër do ta merrka këtë kryeministrin që do firmosi për projektet ekonomike të familjes Trump në Zvërnec edhe në Sazan. Nga ana tjetër, mos harrojmë që para vizitës Ivanka Trump dhe Jared Kushnerit në Shqipëri ka patur një zhvillim tjetër po aq të rëndësishëm, është rasti i parkut fotovoltaik mos gaboj në Tropoj, ku një kompani amerikane mori certifikimin nga ministra Balluku dhe nga qeveria shqiptare dhe i që u përshëndet nga Washingtoni dhe nga SBA, sepse meraku i kryesori amerikanëve në Shqipëri, përveç aspektit politik, pra kujdesit për demokracinë, për mbarvajtjen e parlamentarizmit edhe të qeverisjes, ka qenë edhe përveç kontributit si partner në luftën kundër krimit dhe trafikut ndërkombëtar, kanë qenë edhe investimet amerikane në vend. Për aq kohë sa gjejnë mbështetjen e qeverisë dhe gjejnë gatishmërinë për ta mbështetur pa kushte, qoftë edhe ashtu siç thot Sali Berisha, duke shkelur kushtetutën apo duke shkelur procedurat, për aq kohë sa gjejnë kohë dhe terezi dhe dëshirë për ta mbështetur Amerikën në këto rrethana, do thotë që mbështetja është e qartë edhe që skenarët e prodhuara nga Selia Blu nuk mund të çohen në përmend, jo mund të zbatohen nga amerikanët. Ardit, në fakt, këto ditë kemi dëgjuar lloj bombash, jo vetëm nga opozita në fakt, por për fat të keq edhe nga gazetar, por pse retorika politike e opozitës vijon akoma që Rama nuk shkon dot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ta shohësh edhe pas ditën e sotme njëjta retorik ka qenë e opozitës. Por ndërkohë që sot në mbrëmje, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump, u takua me Ramën në kryeministri. Çfarë mesazhi është ky? Po është prapë në kuadrin e asaj që fabulat e Edi Ramës do i marrin dhe i përkthejnë me një 8 vjet vonesë. Atë që i thoshte Rama Berishës që a kalon dot oqeanin para se të shpallte në grada, do përpiqen tani t'ja faturojnë Ramës dhe prapë gjithsesi distancohen, po ti pyesësh tek e tek, nuk e kam thënë unë, thot Berisha, nuk e kam thënë unë, thot Flamur Noka, e kështu me radhë. Kemi Saljanin që i thot Flamur Nokut, si nuk e kalon dot oqeanin. Sa i përket të kryeministrit, unë nuk besoj se ka një kryeministër antar të NATO-s, që drejton një shtet aleat NATO-s, antar të NATO-s, që ka lidhje drejt për drejta me presidentin amerikan në raste urimesh apo në raste shkëmbimesh, në raste korrespondence, e gjitha me radhë të mos ketë mundësi të kaloj dhe të shkoj në Washington. Vizita e Ivanka Trump dhe gjithë kjo begenisja që i bën Rama, që në një farë mënyrë është duket pak e egzageruar, nga Tirana në Vlorë, nga Vlora në Orikum, në Zvërnec, pastaj prapë në Tiranë, pastaj ke zyra e Ramës, në thelb tregon afrimitetin e Ramës me Shtëpinë e Bardhë dhe në mos se nuk ekziston ky afrimitet, Ivanka Trump është një garanci më tepër për të afruar Ramën me presidentin amerikan. Megjithatë, unë duhet ta shkëputz nga aktualiteti politik të vizitën e vajzës presidentit Trump në Shqipëri, sepse janë dy çështje të ndryshme. Ajo vjen për një biznes privat familjar, duke qenë se ato vijnë nga një familje biznesmenësh të fuqishëm dhe investitorësh. Në këtë kuptim ka gjetur, si thua, nuk ka asnjë gjë të keqe kujdesjen personale të kryeministrit, sepse bëhet fjalë për një nga investimet më të mëdha në vend. Është një shfaqje që Rama e ka treguar më parë, qoftë me Alabari për shembull, me investimin
me projektin e transformimit Durrësit, edhe me shumë investitorë të tjerë. Pra është një përkujdesje e kryeministrit që investitorët e mëdhej t'i bind të mos të riqe nga investimi dhe t'u krijojë gjithë facilitetet, sepse ne jetojmë vitin 2026 dhe ne dim që ekonomia shqiptare tashmë nuk varet më as nga bujësia, as nga industria, por prioriteti kryesor i qeverisë për zhvillimin ekonomik është turizmi, prioriteti i dytë është energjia e rinovueshme edhe parqet fotovoltaike kështu me radhë, dhe bujësia dhe fusha tjera kanë kaluar në plan 3 ose 4. Kështu që si vizita e Ivanka Trump në Shqipëri, si përkujdesja e Ramës ndaj kësaj vizite, i bën derdhje i sjell përfitime të drejtë për drejta vetëm shtetit dhe absolutisht jo familjes apo kulisave tjerë brenda qeverisë, përndryshe s'do ishte publike. Megjithatë, Ardit, pavarësisht të gjithë kësaj situate, doktori duket se i ka shpresat të protesta e 24 janarit, që në fakt i bie dita e shtunë. Por të dielën çfarë do ndodh? Do rrëzohet Rama? Do kemi qeveri teknike? Apo do bëjmë xhiro nga liçeni? Unë nuk e kuptoj pse më pyet për dielën pa mbaruar e shtuna. Unë di të them çfarë do ndodh shtunën, që nëse doktori do t'i bashkangjitë normalisht, është normale për një parti që është e dyta në rezultatet zgjedhore, t'i ketë 10.000, 20.000, 30.000 njerëz në shesh nga i gjithë Shqipëria. Do ndodh që Belin Kolliçi do t'u kërkojë ndezin dritat e celularëve që ta shohin gjithë skeptikët se sa plot është bulevardi, edhe të mos mendojnë se janë pak, si herët e tjera. Do ndodh që do mbajnë fjalime disa eksponentë ri brenda Partisë Demokratike dhe do jetë hera parë dhe e fundit që shohin derën e Partisë Demokratike, sepse kur askush që ka spikatur me fjalime nga radhët e shoqërisë civile në mitinget e PD-s nuk ka bërë hajër brenda PD-s dhe as nuk është promovuar. Do ndodhi që do flasi Berisha i fundit dhe mbasi fjalimit Berishës do hidhen disa molotov në drejtim të kryeministrisë dhe Berisha do të bëjë sikur po ikën, sikur nuk ka lidhje me këtë zemëratën e madhe popullore, dhe mbasi ndodhi e gjitha kjo, gjithë bashkë do shkojnë në përshpia, do shohin prajmin e Big Brotherit dhe do zgjohen ditën e diel me Terezi nga mesdita. Kështu që ja, ky është skenari i shtunës darke dhe i dielës mëngjes. Unë nuk di se si mund dërgohet Edi Rama nga zyra dhe shpun ka Edi Rama ditën e shtunë pas ditën zyrë njerë, që do shko kanë zyrë, po pasaj do ikni se erdhen këta. Këto nuk e kuptoj as teknikisht. Por edhe nëse ndodh kështu, për të ikur në fakt, kur vin këta, siç ti e perceptove, ikën Adriatik Klapaj. Merë karigën me vete. Pra praktikisht, pra se këtë desha thoje, që i pari që ikën këto raste është ai që është shpallur atje pronari sheshit, por që opozita unë mendoj që nëse vërtet i ka numrat për te shakave, nëse vërtet i ka numrat, nëse vërtet pretendon se ka këtë mbështetjen e jashtëzakonshme, duhet të këmbgul në kërkesa logjike dhe kërkesa që bëjnë sens, që do të thotë së pari kërkoj zgjedhjet parakoshme dhe jo qeveri teknike. Qeveri teknike e kërkojnë në raste kur shuhet gjysma e qeverisë edhe apo kur ke një krizë të madhe të jashtëzakonshme që qeveria s'u jep dot drejtim, edhe duhen këta teknikët që të vinë. Qeverinë teknike të Partisë Demokratike ne kemi parë në 2017 dhe vetëm gjë që prodhoi ajo qeveri teknike edhe që ne e patëm dhe që ne kemi përshjesh edhe deri më sot, është Gazmend Bardhi dhe asgjë tjetër. Pra, nëse është bërë gjithaj që tytën politik Gazmend Bardhi edhe të bënde kameleonin brenda PD-s për karrierën e vetë personale, atëherë nuk ka arsye pse të jepet prapë një qeveri teknike, se këtë herë base në aprovojnë jemi sherin apo në aprovojnë ata tjere që trejnë atjene për të rejeza Berisha. Meqense përmendë qeverinë teknike të vitit 2017, ke do një informacion ku është Basha?
ka marrë vesh që ka filluar të zgjohet herët nga ora 8 e mëngjesit dhe i që ka zhvilluar disa takime me pronar mediash dhe drejtues mediash, por qëllimin real nuk e kuptoj. Ndoshta edhe Basha mund të kaloj nivelin e investitorit strategjik dhe s'ka asgjë të keqe, për aq kohë sa pati vend për kryetarin e PD-s Vlorës apo për ish nënkryetarin e Bashkisë Sarandës në qeverinë e Edi Ramës, s'ka asgjë të keqe t'i gjen një cep edhe Lulzi Bashës, qoftë si zyrtar, qoftë si partner në investime. Ardit Rada, faleminderit, ishte kënaqësi e veçantë që ishit me mua këtë mbrëmje në ora e fundit.